Është amanet shumë i madh. Edhe është përgjegjësi shumë e madhe që ai i cili martohet të krijojë kushtet më të mira dhe të mundohet që atë mirësi që një vajzë e lën ose e sakrifikon tek familja e saj për të ardhur tek burri, t'ia krijojë kushtet dhe t'ia mundsojë ta ketë atë mirësi ose edhe më shumë se sa ajo mirësi te shtëpia e tij pra ku do vinë ushtja, subhanallahu. Nëse dum me qenë besimtar të mirë dhe nëse dum që ta marrim përgjegjësinë gjithë secili ashtu siç duhet. Dhe në momentin që një vajzë ulet pra, në momentin që bën aktin e nikahut, dhurata është diçka shumë e bukur për të. Ajo kërkon një dhuratë si shenjë që po shkon tek familja e bashortit dhe pranon që të hyjë te familja e bashortit të saj dhe bashorti pranon që t'i japi dhuratën, pra si shenjë që pranon që të marrë përsipër përgjegjësinë e kësaj martese. Ajo që është vajzë e mirë dhe vajzë e mençur zgjedh atë që është më e mira. Imagjino, unë dua që ti të bëhesh besimtar. Sa e madhe edhe sa e bukur është kjo kërkesë, edhe kjo dhuratë martesore. Ajo kishte kuptuar që një njeri që është besimtar i mirë, me të do të kalosh jetën në formën më të mirë. Nuk të ka hije pasuria as ari dhe as argjendi nëse njeriu që ke, nuk e ke njeri që i friksohet Zotit xheleshanu. Nuk e ke njeri që të ketë përgjegjësi përpara Allahut edhe përgjegjësi pra për të gjithë krijesat e Zotit për hatër të Allahut xheleshanu.